8 dhjetori shënon njërën prej ditëve më domethënëse të historisë së Shqipërisë moderne. Ditën kombëtare të rinisë, një kujtesë gjallë e lëvizjes studentore të vitit 1990 që solli rrëzimin e diktaturës komuniste dhe shpalli pluralizmin politik në vend. 34 vite më parë, qindra të rinj u ngritën kundër regjimit më të izoluar, duke ndezur një nga kryengritjet qytetare më të rëndësishme të shekullit të kaluar. Në kampusin e qytet studentit më 8 dhjetor të vitit 1990, studentët kërkuan fillimisht kushte më të mira jetese, por brenda orësh protesta mori karakter politik duke kërkuar hapur pluralizëm, zgjedhje të lira dhe fundin e emonizmit. Ajo që nisi si një revoltë rinore u kthye në një lëvizje të madhe popullore, duke çuar në ndryshimin e fatit të vendit. Vetëm pak ditë më vonë, më datë 11 dhjetor, u krijua Partia Demokratike, forca e parë opozitare në historinë e Shqipërisë. Lëvizja studentore vazhdoi edhe gjatë muajve të ardhshëm, duke detyruar qeverinë të hapte rrugët drejt zgjedhjeve të para pluraliste në vitin 1991. 8 dhjetori nuk është thjesht një datë historike, është një thirrje për të mos harruar se ndryshimet e mëdha lindin nga guximi i të rinjve.